Tani, ti ke një karrike për shkrimtarët, e jashtëzakonshme kjo. Ja, ky është albumi. Një karrike për shkrimtarët. Tani, si është historia e kësaj karrikes? Po, historia e karrikes është, Landon ndoqja një bursë 6 mujore në Paris. Dhe atje ishte një vend, një pavion atje në Georges Pompidou, në një qendër kulturore të madhe, ku kishte një pavion të madh për fotografinë. Më futi Luan Rama, atje më tha Land këtu, tha ke. Ambasadori, jo ambasadori, politikani, gazetari. Dhe unë, her pas herë, kur kisha kohë të lirë, shikoja albume fotografike nga më të ndryshmit në atë pavionin e madh. Dhe ajo që më mora vesh, ajo që më ngeli mua atje nga kjo, ishin shikoj të gjithë albumet fotografike me një tematik të caktuar Land. Nuk ishin kështu, hajde fotot bukura shumë mirë, po kishin tematik. Dhe unë këtë me karriken, ose këtë me portretën e shkrimtarëve pata filluar para se t'ikja me bursën. Do të thënë ideja është një karrike nga ato Kosën Verit, të shtëpisë. Të shtëpisë të mora. I uli atje shkrimtarët dhe fotografët dhe filmosin ata. Karrika ku është tani? Në shtëpi. E ke ti? E kam unë. Ajo kushton $1 milion, besoj. Jo, ka shumë, po kushton. Vinë e shikojnë. E shikojnë? Po, e shikojnë. Në fakt ajo është për ta ekspozuar. Po e kam ekspozuar, bides i ndjeri më i kom zeqo, donë të ta merte, ta fuste në muze. Në muze, ajo duhet muze. Sa tu janë firmat e... Jo, janë firmat e 26 shkrimtarëve. Dhe një pjesë e tyre, për shkak të moshës, nuk jetojnë më. Ose mi, ke vënd dhe Zia Qelën, ke vënd dhe Elena. Ja, po thuj se të gjithë. Diana Çullin pas ke vënd, për punën time, për fatin tim, si më thënë, janë personazhet... Gjëvejs për ju, po shumë e bukur. Kjo është shumë e bukur. Foto tjetër? Si që tha kë Ylieti, tha që, shiko, tha, të gjithë kemi librave të veç, por neve, tha, të libri jemi gjithë bashkë. Ke karrige jemi të gjithë bashkë. Te karrige jemi gjithë bashkë, Natasha Lako, po. Këtë folëm, foto tjetër, folëm për këtë. Këtu kush është? Kjo është, ajo vajzë që tashun, nga fotot e para tek fotoqasti. Kjo është një vajzë që e ikur. Si ka emrin? Ida. Ne e njihim kështu si Ida Çekja, një vajzë e bukur me fjalë dhe vonë u lidha me këtë, kur nxora fotografinë. Kjo është foto e parë që ti ke bërë te fotoqasti. Dhe kjo ishte 16 vjeçe për pasaport. Dhe ti ruajt e mbajte. E ruajta. Ajo e kishte kur u rithej, e kishte foto? Jo, e kishte fotografinë sepse ishte fotografi e pasaportës kur i thon, por që ngjarje nuk e mbante mend, pastaj ju kujtua, jo kështu. Çfarë është kjo Ida sot? Tash është në Rom, jeton atje me fëmijë, nuk e kam idenë se çfarë, po. Ka kështu. Por nuk të thoshte, nuk të ka thënë gruaja se ti fotografon vetëm vajza të bukura? Nuk ka thënë asgjë? Jo, sepse edhe Brikena është e njohur mirë me punën time, edhe unë kur u martova me Brikenën, ajo e dinte punën dhe biles edhe Brikenën nëpërmjet fotografisë e njohta dhe Se si, e fotografova dhe pastaj u mirë? Po jo, prit na e thonë se që nga shumë e bukur kjo. Po jo, kështu do fotografoheshin, pastaj aty në. Po ku e fotografove te Lulishte? Jo. Ku? Jo, ajo punonte në Teatër Topras, atë ku dhe unë pata punova disa muaj. Çfarë punonte Brikena te teatri? Ajo me ndriçimin merresh atje. Po, dhe ti fotografove Brikenën? Unë fotografoja atje, kishte një trut bukur, pastaj u miqsuam, bëjmë fotografi këtu, një herë, 2 herë, 3 herë, pastaj krijohet ajo lidhje. Pas ke shfrytzuar postin. E ke shfrytzuar? Shumë postin. Foto tjetër. E ka këtë fotografia, e ka këtë. E ka, Landi, kjo është më e bukur. Edhe kjo është. Jo, edhe kjo. Kjo është portreti më i bukur. Portreti i bukur është. Portreti më i bukur. Shika. Do të ky ishin kosovar në gjatë ardhjeve nga 99. Në 99 mars, besoj. Dhe ka bërë një tekst shumë të bukur Ana Oksa te ky libër. Ana Oksa? Këngëtarja e famshme italiane. Këngëtarja e famshme dhe tha kjo nuk është fytyra e një plaku, por këto janë rrudhat e një vendi, tha. Dhimbja. Dhimbja e megjithatë thoshte prap në sytë e tij, pavarësisht se ishte ke 90-tat, jetë krenaria. Do 90 vjeç ishte ky plak. Po ishte rreth në 90-tave. Pastaj kur ndroi jetë familja më ftoi mua, por unë nuk isha në Kosovë, jemi miq me pa. Jemi miq të foto kjo Lantasha. Dhe ç'a portreti ke bërë. Pastaj kjo ka dhe një kështu për shkakun që një nga këto kompanitë të mëdha të cigareve që operojnë këtu në Shqipëri, e kërkoi këtë foton, ja dhashun 4 foto të mëdha dhe e çoi në destinacion. Që do thotë nga cigarja nuk vdes, e çoi në kompanitë e veta në Gjenevë me fjalë. E i 90 vjeç pinte cigare.
që nuk është ta thënë, me fjalë që të pi cigare vdes. Shkruaj 90 vjeç atë? Ti pi cigare? Jo. A, pra, e kuptova. Foto tjetër. Këtu tani? Këtu jemi në momentin kur prishet busti i Enver Hoxhës, që ishte vendosur në Muze. në muzeun e Enverit. Te piramida. Ke piramida. Edhe kjo është interesante sepse ai binte me atë dalte me Ta shkatronte. Ta shkatronte, i kthehej mbrapa. Ajo varia. Dalta. Qa thumë? Sepse nuk kishte zot që ta prishte. Nuk i bënte fare. Po që ishe mermer? Ai ishte një mermer, dhe sipas tyre me fjalë nga më të fuqishmit, i ardhur nga Kreta, ishte mermer që nuk kishte zot që ta rrezoje. Do mermer nga Kreta, a? Po, nga mermer. Po kush e kishte bërë? Nuk e di. Pastaj u gjet një sharr, që ishte sharr tamam për të prerë këtë lloj mermeri, të cilën i pren kokën e sakatuan pastaj sepse me varej me çekiç nuk i dilesh. Këti t'i ktheshe vareja mbrapa. Qa thumë? Edhe pastaj kalumi çik kështu, jo për qafe, jo kështu, se çfarë të bënte Leshi, personazhi i njëjtër i asaj periudhe. Punonte aty diçka kështu me mirëmbajtjen, me kështu atë. Okej, foto tjetër shumë e bukur kjo. Ky është muzeu. Ky është muzeu. Ti punohen këtë kohë? Ky ishte? Ky ishte? Kjo ishte. Ky për këtë të prishe. Se kjo ka qenë në qendër landi me sa më. Në mes, në hall domethënë. Në hall. Dhe kjo qëndroi një vit e gjysmë, se pastaj u shkatërrua, ndryshoi sistemi, u shkatërua. Unë kam bërë një cikël të gjatë fotografi këtu, dhe me thonë drejtën e kam pothuajse të gjithë muzeun të fotografuar. Nuk e ka njeri në këtë aspekt. E ke ekspozuar? Jo. Nuk e ke ekspozuar. Shumë interesant. Ma kanë kërkuar, por e mbaj mend muzeun, e mbaj mend. Sepse nga të rradhët se shumë pak kanë hyrë lëndë, ti do kesh hyrë. Po, shkolla për në çfarë shkolla?